Ky emision mundësohet nga Përshëndetje Rina. Përshëndetje. Si e? Mirë, faleminderit, si jeni ju? Mirë, që javën e kaluar e patëm Vlenin, këtë javë BDI-n apo frontin, dhe ta diskutojmë njëjtën problematik, po në anë të kundërta. Si u shkon puna atje, në kuvend? Mirë. Puna ashtu siç duket, me gjithë ato veprimtari, ato zhvillime venditore politike, puna në komisione, në seanca plenare, në përgjithësi mbulohet mediatikisht kuvendi gjatë tërë E bani interesant për atë. Ne si opozit tani duhet ta luajmë edhe rolin, edhe kemi praktikisht detyrim të jemi një lloj mekanizmi kontrolli për pushtetin, për shumicën parlamentare, për qeverinë. Dhe unë mendoj se këtë punë jemi duke kryer ashtu siç duhet, duke i përdorur të gjitha mekanizmat që na lejon rregullorja e punës së kuvendit. Unë nëse nuk gaboj ti ke qenë, në fakt ju keni qenë deputet edhe në përbërjen e kaluar kur BDI ishte në pushtet. Cila është më e zëshme, BDI-ja tani apo opozita atëherë? Kështu, BDI ka qenë e zëshme edhe atëherë edhe tani. Atëherë si një parti politike e cila ishte pjesë e koalicionit qeverisës dhe që kishte pushtet dhe që ecte procese përpara, pra çonte procese përpara. Ashtu siç mund të them edhe që e çoi përpara integrimin e vendit në Bashkimin Evropian, me atë që e votuam kuvend kur nisën negociuese ose propozimin francez, dhe projekte të tjera të rëndësishme si korridori 8 dhe 10. Pra ishte e zëshme edhe atëherë në formën dhe mënyrën siç e lejon qeverisja, dhe tani është e zëshme po ashtu në opozit, ashtu siç e lejon opozita, dhe që duhet faktikisht të jetë. Ju kur gjo tjetër nuk bani përveç se e bani punën tonë? Po, mund. Kur është opozita e fuqishme, pushteti ka më shumë në kujdes? Realisht duhet të jetë kështu, dhe po shqetësimi im është që vazhdimisht e kam ngritë si çështje edhe në opinion, është se në momentin që ne kritikojmë dhe mundohemi t'ju kërkojmë edhe llogari edhe transparencë, në atë moment ballafaqohemi me sulme të ashpra kundrejt opozitës, që realisht nuk është edhe qëllimi ynë përfundimtar. Për shembull, pyetjet e deputetëve po t'i marrim si një mekanizëm në kuvend që funksionon për kontroll mbi ministrat. Çdo të njëjtë të fundit të muajit. Po, dhe ka me rregulloren e re të punës së kuvendit. Në mes të muajit ka 2 orë pyetje të deputetëve që janë ekskluzivisht vetëm për opozitën, dhe ne paraprakisht i njoftojmë ministrat se kujt do t'i parashtrojmë pyetje. Që ato të vinë. Që ato të vinë në kuvend. Dhe tani, çështja e parë është që ata shumë shpesh nuk janë prezent në kuvend. E dyta, pyetjet të cilat i parashtrojmë na thonë që përgjigjet do t'i merrni me shkrim, dhe ato përgjigje asnjëherë nuk mbrin në adresën e deputetëve të opozitës. Dhe e treta, zakonisht nuk fokusohen në dhënien koncize të përgjigjeve, po e keq përdorin foltorin e kuvendit për të bërë propagandë politike dhe për të arritur atë nivelin e pikëve politike ditore. Kështu që ne bëjmë punën tonë, po shpeshherë ministrat dhe në përgjithësi edhe kryeministri, edhe zëvendës ministrat harrojnë se është kuvendi që i zgjedh, dhe ne jemi të zgjedhurit e popullit, dhe ata pyetjet e deputetëve praktikisht janë shqetësime, janë kërkesa të qytetarëve, të cilat përcillen përmes deputetëve në foltoren e kuvendit, pra në seancat plenare që janë të dedikuara për pyetjet e deputetëve. Vjen mirë kjo, domethënë që e sqaruam këtë pjesën e punës së deputetit, që mbi gjitha ka lloj mendime për mënyrën se si deputeti punon. Po tash të fokusohemi pak te BDI-ja. Shpesh qeveria thotë se BDI si bën mirë të jetë në opozitë. Me arsyetime të ndryshme që i kanë, a ju ka bo mirë?
Edhe plus që jeni reformu dikun 80%. Jo, pjesa... A nje ato të rritat? Po, sigurisht, i njo. Tani po filloj me procesin e reformave. Okej. Gjithmonë është mirë të reformohen partitë politike. Unë kam thënë këtë jo vetëm për Bashkimin Demokratik për Integrim, po edhe partitë tjera politike në Maqedoninë e Veriut kanë nevojë të reformohen, të gjitha pa përjashtim. Dhe reformat në BDI kanë ardhur si një proces me shumë zhvillime të brendshme, po si një proces i natyrshëm. Ne më 20 dhjetor kishim kongresin e partisë, u përzgjodhen antarësia e Këshillit të Përgjithshëm, 80%, mbi 80% më saktësisht e antarësisë janë antarë të cilët për herë të parë janë pjesë përbërëse e Këshillit të Përgjithshëm, po ashtu kemi një kryesi qendrore që është me antarë të rinj. Jemi në një proces të konsolidimit ose të formimit të nëndegve dhe degve të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe ky proces do të finalizohet edhe me përzgjedhjen e kryesisë së forumit rinor dhe forumit të gruas. Dhe unë mendoj se jo vetëm BDI-s, po reformat do t'i bëjnë mirë gjithë partive, po edhe këtyre që janë pushtet. Vetëm një gjë, unë mendoj se na dallon nga partitë tjera, jemi partia e vetme që me kërkesë të zotit Ali Ahmeti kemi bërë një lloj vetingu të brendshëm partijak, dhe po ashtu që në vitin 2020 kemi deponuar, pra ekziston një propozim ligj për veting për të gjithë nga 2020 në kuvend, për të gjithë politikanët aktiv dhe ata të cilët janë për momentin jo aktiv nga pavarësia e Maqedonisë deri më sot. Dhe unë mendoj se është një proces shumë demokratik, pra do t'ishte një proces shumë demokratik për të parë dhe për të hetuar ndoshta edhe pasurinë e politikanëve, ashtu siç bëjnë edhe vendet më demokratike në botë. Do me thënë, asnjë politikan absolutisht nuk duhet të ketë frikë në qoftë se i është përmbajtur ligjeve kushtetutës dhe rregulloreve të punës aty ku ka qenë, do me thënë si funksionar, nuk duhet të ketë frikë nga vetingu. Kështu që unë mendoj se të gjitha partitë politike duhet kalojnë nëpër procese të tilla, asaj takon, asaj sa na ka bërë mirë ose keq. Për atë që ne jemi në opozitë si fitimtar, është çështje tjetër mandej që do duhet të diskutohet dhe të shtjellohet, të cilën edhe e kemi trajtuar në opinion. Njëri nga kryetarët në ardhe të Vlenit, zotëri Mexhiti, tha se BDI-ja ka bërë reforma, kanë dalë baballarët, kanë hi fëmijët e tyre. A i njeti qashtu? Jo, nuk do të kisha thënë në këtë formë. Jo, i njoh të rritë dhe të rejat, janë energjik, kanë fjalor, janë të artikuluar, janë inteligjent, të mençur, kështu që unë mendoj për veten time unë e konsideroj gjeneratën e viteve të 80-ta si një gjeneratë e tranzicionit politik në BDI, një gjeneratë e cila po përcjell gjeneratën e vjetër dhe po pret gjeneratën e re, dhe në këtë kuptim ashtu siç e diskutojmë edhe me kolegët që jemi pak a shumë të njëjtës moshë, unë mendoj se edhe kështu do ta kryejm funksionin ton për cilin edhe jemi aty. Do me thënë në këtë drejtim sa i takon reformave të brendshme në BDI. Tash te qeveria, kështu që nuk pengoj hiç, mund ta thush kreta që mendon, edhe kreta që ndjen për qeveria aktuale për 2 vjet. Tash besoj se tash kanë bërë vetë 2 vjet. Po. Kështu që your time. Ka sinqerisht aty shumë për të folë, dhe BDI-ja, qeveria me VMRO Vlen është ekskluzivisht vetëm qeveri e VMRO-s. Dhe sa i takon kësaj ka shumë argumente të cilat e mbështesin këtë. Në rast të parë, Vlen hyri në qeveri si humbës, pa legjitimitet, dhe pothuajse është aty vetëm për të relativizuar politika destruktive antishqiptare të VMRO-DP.
DPMN-s. Që nga fillimi, në momentin kur u votua në kuvent, ne kemi ngritur si çështje se praktikisht programi I qeverisë është krye kput vetëm programi VMRO DPMN-s dhe nuk ka asnjë element, asnjë pikë të programit të Vlenit. Erdhën në qeveri duke promovuar ndryshimin se do të bëjnë ndryshimet kushtetuese, do ta çojnë vendin përpara dhe edhe kjo nuk u bë. Vlen na dha një herë filluan me narrativin se do ta kushtëzojnë VMRO DPMN nëse nuk I bën ndryshimet kushtetuese, nuk do të bëhen pjesë e qeverisë, mandej reteruan nga I qëndrim. Në fund na dhan afat 3 muaj, 6 muaj, 1 vit dhe përfundimisht u bën 2 vite, akoma nuk ka asnjë gjë në drejtim të kësaj. U shfuqizua balansuesi, një mekanizëm I dal nga marrëveshja e Ohrit që siguronte përfaqësimin e drejtë dhe adekuat në institucione gjatë punësimeve, po jo vetëm. U provua, që të shfuqizohen ose të abrogohen dispozita nga ligji për përdorimin e gjuhëve. Filluan që, nëse ju kujtohet, që para fushatës së vitit 2024 përpara zgjedhjeve parlamentare filluan ta përgatisin opinionin me atë që gjuha shqipe nuk është zyrtare, që gjuha shqipe është gjuhë e përkthyer. Dhe në momentin që do të vinte një ndërhyrje e tillë, për shembull nga gjykata kushtetuese për të abroguar dispozitat caktuara të ligjit ose komplet ligjit, të jenë të përgatitur opinioni dhe në fund të thonë që BDI nuk bëri asgjë. Në akuzonin vazhdimisht se kemi lënë 20%-shin, megjithatë deklarata e deputetes së Vlenit që shqiptarët janë është interesante dhe shkaktoi shumë polemika në opinion. Sigurisht vjen nga mosnjohja baze e gjërave, por fjala e thënë në publik ka peshë dhe duhet të konsiderohet. Çka do thotë në niga? E tillë, duhet të konsiderohet e tillë. Dhe më duhet ta potencoj edhe një gjë. Vlen nuk e nënshkroi rezolutën e studentëve për dhënien e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe, nuk e nënshkroi po ashtu rezolutën e cila kërkon mbrojtje për ish udhëheqësit e institucioneve të Kosovës, të cilët padrejtësisht mbahen në Hag, dhe e fundit nuk ishte as pak e interesuar ta nënshkruaj rezolutën me iniciativën tonë për ndryshimet kushtetuese. Ne si deputet për këto 2 vite kemi udhëtuar jashtë në parlamentet e vendeve të Bashkimit Evropian dhe na është thënë që duhet me patjetër të bëhen ndryshimet kushtetuese që të ecë përpara Maqedonia e Veriut në procesin e integrimit. Dhe sigurisht se ju është bërë me dije edhe politikanëve Maqedonas, por ata kanë agjendën e tyre. Ne si shqiptar nuk duhet të bim në kurthin e tyre. Ne si shqiptar sa I takon çështjes së gjuhës, së balansuesit, ruajtjes së frymës së marrëveshjes së Ohrit, por edhe integrimit evropian, ne duhet të bashkohemi. Pra të kemi një kauz të përbashkët për të ecur përpara si shqiptar këtu, për të mbrojtur të drejtat tona kolektive, sepse me sa e shohim, tendenca e qeverisë është që të suspendoj marrëveshjen e Ohrit, të zhbëjmë të gjitha të arriturat e shqiptarëve. A keni mekanizëm mbrojtës për atë punë? Përveç se të artikulojmë të gjitha këto në opinion dhe mekanizmat përmes rregullores së kuvendit, unë nuk mendoj se tjetër mekanizëm ka, po vetëm ta... A është një mekanizëm tjetër ta bllokoni kuvendin, se nuk jeni pak edhe ju aty? Po sigurisht në qoftë se bashkohemi rreth kësaj kauze si deputet shqiptar. Po, mundemi, megjithatë, në të gjitha ato të cilat I përmenda, Vlen nuk duket shumë I interesuar për të kontribuar kësaj çështje në të mirë, përkundrazi duket e interesuar që t'i kontribuojë në të keq. Pra të jetë aty, thash, për të relativizuar politikat destruktive dhe antishqiptare të kësaj qeverie. Në atje prej akademisë vjen, që ish profesoresh, tash edhe ndoshta edhe luan e bën rolin
si pjesë part-time, trego ligji për arsimin e lartë, si e sheti prej opozitës, por edhe prej asaj pozitës me përvojë. Ligji për arsimin e lartë u diskutua shumë në opinion. Ministresha pati edhe disa takime me profesorët. Mendoj se ishin farsë ato takimet. Që ishin farsë realisht dhe mirë që gazetarët edhe e zbuluan këtë në opinion. Për momentin nuk kam mbritur ende një verzion përfundimtar i ligjit për arsimin e lartë në kuvend, që do të thotë nuk kemi një verzion në ENER, është verzion? Ishte në ENER. Edhe u tërhoq? Ishte për herë të parë, po në ENER, qëndroi disa ditë, u tërhoq me disa ndryshime. Ndryshime do kisha thënë kozmetike. Për herë të dytë, 3 ditë qëndroi sërish në ENER dhe tash për momentin është tërhequr. Është tërhequr për të shkuar në qeveri, në sektorin e jurisprudencës, pra aty ku miret ku finalizohet në kuptimin e kompletimit në aspektin juridik, do me thënë, dhe nga aty do duhet vi në kuvend. Nga ajo që kemi pa derim tani dhe nga ato verzione që i kemi parë dhe i analizuar, ne kemi krijuar në kuadër të BDI-s edhe një grup punues i përbërë nga profesor universitar dhe aty kemi analizuar mirëfilli të gjithë ligjin. Janë 2 momente që e rrëzojnë atë tentativën e ministreshës dhe komplet shumicës parlamentare për ta paraqitur si cilësi ose si reformë. Unë do kisha thënë më shumë është regres dhe kontroll, një tentativë për kontroll politik, sesa që është një ligj për mbrojtjen dhe realizimin e cilësisë. Për faktin që në dispozitat e këtij verzioni që kemi parë në ENER, është hequr dispozita e cila e ndalon nepotizmin e para dhe e dyta është në qoftë se një i ri pretendon të punojë në universitet, tash është minimizuar, do me thënë, kriteri i notës mesatare. Në qoftë se në ligjin aktual nota mesatare e studimeve deri diplomike dhe studimeve master kanë qenë të dyja minimumi 8, tani edhe nga studimet deri diplomike, edhe nga master të dyja në mënyrë kumulative duhet të jenë 8. Pra ulet niveli i kriteriumit për asistentët ose demonstratorët të cilët duan ose kanë dëshirë të bëhen pjesë e universitetit e stafit të universitetit. Pra janë këto 2 momente që lënë hapësirë për të diskutuar në qoftë se vërtet ligji për arsimin e lartë kërkon cilësi ose është vetëm në funksion të asaj për të pasur një kontroll politik. Fakti që neve nuk na u bë, pra si opinion, nuk na u bën emrat e njohur, emrat e përpiluesve të ligjit, gjithashtu na ka lënë shumë hapësirë për të diskutuar. Po, dhe ekziston aty një dispozit që i jep shumë hapësirë ministrit të arsimit ose ministreshës, e cila me një kërkesë e bazuar në dëshirën e saj, them sepse është për momentin, po mund të nesër të jetë një ministër tjetër i arsimit, që me një propozim ligj të sjellë në kuvend të ketë mundësinë të fuzionojë programe studimore ose fakultete ose t'i mbyll tërësisht. Që do të thotë, kjo është një ndërhyrje e drejt për drejt në autonominë e universitetit. Nga ana tjetër do të krijohet me këtë që kemi parë deri tani, me këtë version të fundit, që kemi parë, do të krijohet një këshill i universitetit, i cili do të përbëhet nga 9 antar dhe 3 antar do të përcaktohen nga qeveria. Dhe automatikisht do të funksionojë si një trup i cili ose organ kontrollues, po paralelisht me senatin, dhe ndërkohë që ne e dimë që senati është organi më i lartë vendimmarrës në universitet. Dhe ky organ, pra Këshilli i Universitetit, do të ketë ekskluzivisht të drejtën të hartoj ose të kontrolloj planet financiare, që i bie që edhe autonomia financiare cënohet në këtë rast me këtë propozim ligj të ri.
Dhe unë habitem se si eksponent të vlenit të cilët fatkeqësisht nuk vinë nga fusha e akademisë, marrin guximin dhe të drejtën për të interpretuar një ligj kaq të rëndësishëm që do të prek, edhe këtë lejo ta them, që do të prek shumë universitetet në gjuhën shqipe. Ka disa dispozita aty që do t'ja pamundësojnë universiteteve shqiptare organizimin ose realizimin e programeve të doktoraturës. Ne do të shkojmë lukim. Dhe ne të gjitha këto do t'i ndjejmë pas disa viteve. Ndoshta sot na duket shumë i mirë dhe na është paketuar në atë formë që mundemi dhe ta tejkalojmë, por jo, në realitet, në qoftë se nuk, dhe ne kemi thënë, edhe unë personalisht e kam thënë që në këtë formë, siç është, unë nuk do ta mbështes këtë ligj, po edhe si grup parlamentar, në qoftë se eventualisht, përsëri e them, do të kemi një version tjetër në kuvent, ose do të pranohen disa amandamente, se kemi edhe atë strategjinë tonë që të parashtrojmë edhe amandamente, nëse do të pranohen amandamente për ta përmirësuar këtë propozim ligj, atëherë ndoshta do ta shqyrtojmë edhe mundësinë e mbështetjes, megjithatë kështu nuk mundet në këtë format. Unë jam hithari i shkurtimit për mbledhjes së saj krejt që e thua ti. Do të thonë prej fillimit kam dëgjuar për ta bërë këtë përmbledhje, në fund ti do më korrigjosh, aja kam thonë mirë. Domethënë do fusin njerëz familjar, do fusin njerëz familjar të dobët, edhe nëpërmjet atyre kush do të jetë në qeveri do ta kontrollojë universitetin. Po. Kjo me tre fjali. Po, me tre fjali kjo i bie. A jam i mirë propozit? Po. Okej, ndoshta do na duhesh, do na hysh në funksion këtë periudhë. Nëse është e për të mirën e përgjithshme, po, patjetër. Domethënë ka ndodhur kjo edhe në të kaluarën kur ju keni qenë në pushtetin e përherë kam thënë atë që mendoj pasi gazetari që atë punë ka, njëjtë si keni ju edhe të reagoni. Rina, tregom më bëri përshtypje atëherë kur të caktuan koordinatore e grupit parlamentar, edhe tash është e pyetja janë gratë vendimmarrëse duke nisur nga BDI apo në të gjithë poret e shoqërisë? Gratë vendimmarrëse. Ta çkan llafit. Direkt. A mundesh të thësh Blerim ulu në vend aty edhe shembull e mora Blerimin atë gjë personale. Ne njëherë kemi një frymë shumë konstruktive brenda grupit parlamentar. Bashkëpunim. Bashkëpunimi ndoshta nuk reflektohet kjo shumë në opinion, megjithatë ashtu është. Për momentin unë kam marrë pozitën e koordinatores, kolegja ime Diana është në pozitën e zëvendës koordinatores, në BDI kemi zëdhënëse, nënkryetare, me cilat kemi një bashkëpunim të shkëlqyer. Sigurisht po, çdo grua që mundohet, e bën punën e saj me nder dhe mundohet me përkushtim maksimal, unë mendoj se ka mundësi të bëhet të ndërhy, domethënë të marrë role vendimmarrëse dhe t'i shkoj fjala ashtu siç thua ti. Megjithatë, unë mendoj se kemi nevojë shumë ne si shoqëri dhe si shtet për ta avancuar pozitën e gruas në përgjithësi në shoqëri. Po. Dhe unë mendoj se institucioni bazik, ai kryesori, themelori, ku mësohen të gjitha këto është familja. Mënyra se si ne i edukojmë vajzat tona, mënyra se si ne i udhëzojmë vajzat tona si ato të bëhen në të ardhmen, të marrin shkollimin e mirë, të jenë në nivel, të jenë të edukuara, të kulturuara, po në korniza të asaj çfarë e lejon kjo shoqëri. Dhe pjesa tjetër mandej gjithçka rregullohet me vullnet të mirë dhe do kisha thënë edhe me kornizë ligjore, sepse ne kishim shumë të vështirë të kemi për shembull deputete, kaq sa kemi deputete gra, nëse e njëjta nuk ishte inkorporuar si detyrim në ligj. Po, apo 1, 2, 3. E treta të jetë grua. Dhe tani, ne ku e kemi ngecjen më të madhe e kemi në ekzekutiv, ne e shohim këtë. Dhe unë kam qenë hithare e asaj edhe në mandatin e kaluar, megjithatë kjo shkonte me konsenzus politik nga të gjitha partitë politike. Kam qenë hithare e asaj që
në momentin kur do të vi një ligj për qeverinë, të bëhen ndryshime edhe këtu, që mandatari i qeverisë të ketë parasysh që 40% të ministrave dhe zëvendës ministrave të ketë gra. Okay. Patjetër, e kemi patjetër të vendosim një normë të tillë ligjore, një dispozitë që do të jetë detyruese, që më vonë me kalimin e kohës të bëhet normale dhe të jetë e pranueshme, sepse ndryshe në shoqëritë tradicionale, nuk po them se vetëm në Maqedoni, po nga komunikimet që kemi pasur Në Ballkan po përgjithësi. edhe në Ballkan, po edhe në Bashkimin Evropian, në vendet e Bashkimit Evropian, edhe aty ka ngecje. Do me thënë, tek përfaqësimi i grave çalojnë sistemet, çalojnë institucionet, kështu që po edhe politika në përgjithësi. Kështu që unë mendoj se në radhë të parë duhet të rregullohet me ligj, me normë ligjore, pastaj të pranohet të bëhet si normale. Unë mendoj, te kjo temë, mendoj se BDI-ja ja ka pa sherin grave, duke u nisur nga udhëheqësia e Tetovës në të kaluarën. Në mend se mbini vera asaj grua. Jo, nuk të kisha thënë ashtu, mendoj. Prap mendimi im. Nuk ajo do të thotë se është fakt. Është mendimi i yt personal gjithsesi. Bashkimi Demokratik për Integrim ju ka dhënë mundësi dhe hapësirë njerëzve për ta dëshmuar veten. Dhe mandej është çështje sigurisht individuale, mënyra se si menaxhon me pozita të caktuara. Unë nuk e ndaj të njëjtin mendim me ty dhe me shumicën e opinionit. Politika në Maqedoninë e Veriut është një sferë shumë e komplikuar dhe nuk ke luksin ose nuk ke mundësinë ose hapësirën të veprosh vetëm me atë strukturën tënde, me personalitetin tënd. Implikohen shumë gjëra. Në Maqedoninë e Veriut implikohen shumë gjëra. Kështu që unë po e lë me kaq, do me thënë këtë që e fillove ti. Nuk ndërhy. Por, vetëm edhe kjo. Patjetër duhet të vendosim një normë që individualisht secili të përgjigjet për bëmat e tij. Jo partia ose organizata politike të mbajë përgjegjësi për individ të caktuar, në qoftë se të njëjtët ka, domethënë, fakte se kanë keq përdorur detyrën zyrtare. Shumë faleminderit për kohën. Është e kënaqësi mënyra se si e artikulon atë politikën, qoftë edhe në kuvend ku nuk kemi njohur, po qoftë edhe këtu, më vjen mirë. Që gjetët kohë, edhe më vjen mirë që BDI-ja ka nisë të gjeje njerëz që me të vërtet dinë të artikulojnë. Faleminderit shumë Renar për kohën dhe për mundësinë, Faleminderit. imja. Ky emision mundësohet nga